do me thënë mund të ketë përfituar vetë kryeministri apo të themi qeveria apo Partia Socialiste, ndonjëherë s'ka bindarse me tyre, sesa ka përfituar Shqipëria, shoqëria shqiptare, ekonomia shqiptare. Gjatë presidencës shqiptare të OSBE-s në vitin 2020, në kulmin e tensioneve midis Rusisë dhe Perëndimit, Rama e pozicionoi Shqipërinë si faktor stabiliteti. Më vonë, gjatë antarësimit të përkohshëm të Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, ai përdori tribunën për të denoncuar agresionin rus të 2022-shit ndaj Ukrainës, për të afirmuar kësaj mbështetje ndaj demokracisë perëndimore. I'll be honored to chair this meeting. Ne po i quajmë si një sukses të diplomacisë shqiptare në këto vite, ashtu si kundër edhe pritjen e samitit BE në 2022 në Ballkan Perëndimor, apo atë që presim të kemi në 2027, pra të kemi për herë të parë në Shqipëri samitin e NATO-s. Në Tiranë mbajti edhe një samit të posaçëm për Ukrainën, me praninë e liderëve europianë të presidentit Zelenski. Një tjetër dimension i diplomacisë së tij është rrugtimi i pakogshari mes Perëndimit dhe lindjes. Ai ka ruajtur marrëdhënie të mira me Turqinë e Erdoganit, duke mbajtur edhe lidhje të ngushta me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në konfliktin tjetër, fillimisht u treguai kujdesshëm me Izraelin dhe Palestinën, dy vende që Shqipëria i njeh si shtete. Më pas, edhe prej punëve të qeverisë, më i zëshëm në bashkëpunim u bë me Izraelin, duke u pozicionuar fort me grupin e Shëbaz, por në krahun tjetër duke xhelozuar Turqinë e Erdogan. Sedrën e tij politike ja përkëdheli jo pak vetë sekretari i shtetit Antony Blinken gjatë vizitës në Tiranë. Por mendoj që kam marrë mjaftueshëm nga kjo ditë. Por Blinken ishte i dyti sekretar shteti që vizitonte Shqipërinë në qeverinë e Edi Ramës, pas John Kerryt. Vizita të cilit solli të gjithë opozitën iraniane në Tiranë, duke strehuar në kampin e mujahedinëve. Tirana u bë objekt i sulmeve kibernetike nga Irani, ndërsa ndërprem edhe marrëdhënie diplomatike. Me largimin e Biden dhe rikthimin e Trump në krye të Shtëpisë së Bardhë, ndryshoi edhe qasja ndaj Edi Ramës, që me largimin e Yuri Kim, Shqipëria është pa ambasador amerikan, ndërsa çështja me Gonigal jo pak herë i rrotullohet rreth qafës së tij diplomatike, edhe pse asnjë hetim nuk është hapur ndaj tij. Akt pa din konkluzive të drejtësisë amerikane nuk ka absolutisht asnjë gjë që lidhet me mua apo me qeverinë përveç fakteve u takua këtu, u takua këtu, u takua atje. Nga vizitat e zyrtarëve të lartë në Shqipëri deri tek mbajtja e samiteve europiane në Tiranë u bën strategjia e Edi Ramës për të treguar që Perëndimi e do. Duke vendosur shikimin larg, ai harroi të fliste pa doreza me Kosovën, e vendosur nën sanksionet e Bashkimit Evropian për shkak të luftës së Albin Kurtit kundër Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Jemi në prag të vënies lëvizje të planit, se nuk ma zë as goja të flas për sanksione, po të masave shtrënguese. Fije të kuputën kur Edi Rama nga Tirana në një konferencë urgjente lajmëroi se ai kishte përgatitur një draft për asociacionin, duke ia dërguar Shëbaz, Gjermanisë dhe Francës, e gjitha pa konsultuar më vëlla në hall. Përgjigjet ishin të menjëhershme. Drafti është statuti i asociacionit të komunave serbe, që është brenda Kuvendit Kushtetuese të Kosovës. I jep vet administrim, vet menaxhim, pa e vënë në pikpyetje asnjëherë autoritetin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Politika cilat kanë ndjekur Edi Rama në vitet e fundit kanë qenë në spërputhje me interesat e Republikës së Kosovës, posaçërisht në raport me Serbinë, po edhe në raport me faktorin ndërkombëtar. Por Edi Rama luajti në shumë fronte të tjera, nga takimet me britanikët në hall me emigrantët shqiptar, tek italianët të Giorgia Melonit, me të cilën firmosi marrëveshjen e pensioneve dhe një tjetër marrëveshje shumë të diskutuar për të pritur në kampin e Gjatrit në Lezhë refugjatët që mësyjnë në Italinë. Në planin e integrimit evropian, Shqipëria më në fund hapi në harkun e një viti 5 nga 6 grup kapitujt e negociatave për antarësim. Edhe pse ka emëruar zyrtar për të marrë me fytyrën e Shqipërisë në Bruksel, Rama në çdo takim ka preferuar të jetë ai i pari që udhëheq delegacionin. Zotimi i mandatit të 4 është pasaporta europiane në vitin 2030.
Rama e sheh politiken si pjesë të komunikimit estetik, që nga mënyra se si ndërton imazhin publik, kollaret me ngjyra, batutat, piktura që dhuron liderëve të huaj, deri te mënyra se si shpjegon politikat në metafora.